Operacioni antikanabis koordinata ka goditur një tjetër rast të kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë aksionit të fundit në prangat e policisë ka rënë Myrtezan Hoxha, i cili u kap teksa kujdesej për bimët narkotike në një zonë pyjore, pranë banesës së tij në fshatin Grazhdan. Ai u arrestua nga policia e Gramshit pas një hetimi një mujor në bashkëpunim me prokurorinë e Elbasanit. Gjatë kontrolleve të mëtejshme në banesën e tij, shërbimet e policisë zbuluan dhe sekuestruan 2 armë gjahu të mbajtura pa leje, 2 radiokomunikimi të ngjashme me ato të përdorura nga policia, si dhe 60 fishek të kalibrave të ndryshëm. Në vijim të hetimeve është shpallur në kërkim edhe djali i të arrestuarit banues në Tiranë, pasi dyshohet se ka bashkëpunuar me të atin në veprimtarinë e paligjshme të kultivimit të kanabisit. Të gjitha bimët narkotike të zbuluara në këtë rast janë asgjësuar, ndërsa armët, radiot dhe municioni janë sekuestruar si prova materiale. Prokuroria e Elbasanit përzhvillon hetime të mëtejshme për veprat penale, kultivimi i bimëve narkotike, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve luftarake dhe municionit, prodhimi dhe mbajtja pa leje armëve të gjuetisë dhe atyre sportive, si dhe mbajtja pa të drejtë e uniformës.